Fakulteti i Shëndetit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali pritet të vendoset në godinën e ish-gjykatës së apelit. Universiteti i Vlorës i ka bërë një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Arsimit për të marrë pa fat në përdorim këtë godinë. Ministria e Drejtësisë e ka dhënë aprovimin bashkë edhe me atë të Arsimit, por edhe kadastrën shtetërore, ndërsa pritet një vendim i Këshillit të Ministrave për të ligjëruar gjithçka. Duket se është dhënë tashmë aprovimi nga institucionet më kryesore dhe se në vijim gjithçka do të marrë dritën jeshile dhe mbetet vetëm çështje procedurale. Ministria e Drejtësisë jep aprovimin që Universiteti i Vlorës Ismail Qemali të zhvendos Fakultetin e Shëndetit në ambientet e ish-gjykatës së apelit. Tashmë vendimi është firmosur edhe nga Ministria e Arsimit, por do të jetë qeveria ajo e cila do të kthejë edhe përgjigjen përfundimtare, ndërsa drejtuesit e universitetit dhe të Fakultetit të Shëndetit janë në pritje të kësaj përgjigje, që me shumë mundësi do të jetë pozitive. Fakulteti i Shëndetit është një nga më të mëdhenjtë të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, me numrin më të lartë të studentëve, për shkak të dekëve që ofron të kërkuara në tregun e punës. Aktualisht ky fakultet është në një ambient me qira dhe aty me kushte komode, por marrja e godinës së ish-gjykatës së apelit do të sillte një zgjidhje të mirë dhe pa kosto. Godina ka salla dhe zyra dhe shumë e përshtatshme për të kthyer në ambiente akademike, por edhe në laboratorike. Ky fakultet ofron ekspertizë për kushtim dhe inovacion në edukimin shëndetësor. Ndaj tashmë drejtuesit e universitetit kanë si sfidë një godinë të re për këtë fakultet, një nga fakultetet me numrin më të lartë të studentëve, dhe që ka qenë edhe si një objektiv i rektores Aurela Saliaj, ku fal këmbguljes së saj u bë i mundur të jepet një zgjidhje me marrje në përdorim të godinës së ish-gjykatës së apelit. Një tjetër sfidë për rektoren Saliaj është gjithashtu edhe ndërtimi i një godine të re, por megjithatë, derisa kjo gjë të zyrtarizohet, godina e ish-gjykatës së apelit do të shërbejë për të zhvendosur aty Fakultetin e Shëndetit në kushte më të mira për studentët dhe pedagogët. Në ditët në vijim pritet që të vijë edhe përgjigja zyrtare, ndërsa të gjithë shpresojnë të jetë pozitive, me qëllim që studentët dhe pedagogët të hyjnë në këto ambiente të reja në vitin e ri akademik që starton në muajin tetor.